njerëzit janë dembela. Dhe nuk u vë faj fare. Dhe unë ndonjëherë ka ditë që thjesht dua të rishtrirë si gur i madh i mbuluar me batanie dhe thjesht të ri në krevat, as të pastroj, as të nxjerr plerat. Kjo është ëndra e çdo të ri në shtëpi, pa bërë asgjë, gjithë ditën në krevat kot. Po puna është nëse nuk punon, atëherë nuk ke si bësh tjetër, se këtë kemi menduar ne para se të zbulonim këto metoda që kemi sot në këtë video. Misioni ynë i çmendur fillon sot. Do të gjejmë mënyrat më dembele për të bërë lek dhe në fund do të zbulojmë cila është metoda më përtace për të bërë lek. Gjithashtu kemi për të gjykuar gjitha metodat dhe si do ta gjykojmë këtë, sa e lehtë është ta fillosh, sa mund të fitosh dhe sa përpjekje do që ta bësh. Dhe do fillojmë me testimin e tyre ditë për ditë, duke filluar me aplikacionin Sweatcoins. Okej, bëjmë sign up. Okay, hide my email. Pa tjetër. S'kam bërë asnjë hap të ky telefoni, është telefoni i dytë. Okej, 3300 hapa. Okej, bëjmë pak më pak. Okej, minimum. Okej, 3300 pasaj. Okej. $5 bonus. Okej, swipe to claim. Claim for free. With my steps, unë kam bërë 0. Okej, pas kam një promo code. Okej, futemi në website, ta shikojmë. Nuk e di, a mund t'i shohim që i bërëm $5 pa u munduar fare. Okej, unë thjesht do marr fjalën e kësaj dhe do them që fitova $5. Okej, pas kemi fiton një gift card me Sweatcoins, do të bëjmë 2000 hapa. Le të pyesim ChatGPT-n sa Sweatcoins na duhet për të bërë dollarin e parë. Steps 19, unë s'kam lëvizur fare sot. Duan 3300 hapa. Përtoj shumë faktikisht të dalë sot, po duhet dalim. We gotta get this bag. Dhe le të shkojmë të bëjmë 3300 hapa. Okej, po zbresim poshtë tash edhe le të shkojmë sa lek do bëjmë me Sweatcoins. Do të kapim 3300 pikë. Okej, po bëj ca xhiro këtij në përlagje, kot sa për të marrë ca pikë, se doja faktikisht të vjen në zonën e plazhit poshtë, po shumë ftohtë. Vesha një xhibox sipër, po gjithsesi prapë është shumë fresk, nuk e besoj që do të dal në zonën andej. Duke numëruar kam kapur 800. Do bëj xhiro vërdall këtej edhe në përlagje sa të kap 3300. Dy hapa mund të jenë si 50 hapa, kupton, kështu e llogarit kjo. Më mirë për ne gjithsesi edhe po shkoj të bëj ca hapa tjerë. 910, pa lëvizur fare. 912. Le të shkojmë të lëvizim ca. Okej, kam flokët super keq, por gjithsesi nuk ka rëndësi kjo. Rëndësi ka kemi 2900 steps. Me që kam dhe pak dhe për to të bëj xhiro në përlagje. Ne kam shtëpi në kat të 8. Kështu që nuk do përdor ashensorin, po do përdor këmbë, do përdor shkallët që të kapim 3300. Okej, dhe ja, bam. Kemi striksin e parë. Okej, këtu me që kisha ato pikët, vendos ata pja 2 nga këto kutit, diçka të çfarë ishin, mora 9 Sweatcoins dhe tek e dyta mora 8. Është si puna atyre gërvish dhe fito si e kam pasur më parë. Nëse arritëm të bëjmë 20 Sweatcoins, siç e shikoni këtu, dhe po shikoja që mund të merja gift cards apo jo, dhe kur pas të opcioni buy, ishim $5 gift cards me 750. Unë kisha 20, kështu që s'mora dot asgjë. Pra, wow, u bë dark. Ka kaluar disa orë pasi unë erdha në shtëpi dhe mund t'ju them që e para punës më gon pupi mbrapa.
kemi 20 diçka e tillë coins. Tani ato sweat coins ne mund t'i përdorim për të futur në për giveaway dhe ndoshta fitojmë, ndoshta sfitojmë. 20 sweat coins për 30 ditë i bie 600, do të thënë pak a shumë $5 për një gift card, $5 për një muaj. A është keq? Jo, të them drejtë nuk është keq, qofse je atlet ose je shapk. Shaka kjo. Qofse je atlet, qofse je sportist, qofse je, ku diun, kamionist, shofer autobusi do ishte super fare dhe kamionist çankta ishin distancat më dhaja ose taksist fare që lëvisin të distancat gjatë gjithë ditës, ti është li telefonin hapur, ke bërë më shumë se 3300 pikë, mund ta bësh maksimum, nuk e di sa ka maksimumi. Dhe pse jo në fund të muajit, mbas rrogës që ke bërë, që ke punuar gjithë muajin, ose mbas vrapit që ke bërë ose stërvitjes që ke bërë, të marrësh një gift card për veten tënde, $10, $5, pse jo? Paguan Spotify në ato në fund të muajit, kështu që pas dhe review që kishin online dhe normal që do kishin review të këqija, çdo herë do kesh review të këqija, çfarë do lloje gjë të bësh, apo jo pupi. Po. Harova që e kemi me yje rating ton, jo me pik. 3 yje për sweat coins. Okej, jemi këtu me Elvin. Kalimera. Kemi një video që ka dalë para me podcastin Falso. Besoj se ja keni parë, nëse se keni parë, klikoni linkun këtu. Gjithsesi, ky aplikacion quhet, si quhet Elvi? Po, user testing. Mo të për ta se çik më shumë. Quhet user testing. Është një aplikacion që e gjeni gjithmonë në iOS dhe në Play Store. Po nuk do t'i bëjmë reklamë vëlla. Aplikacioni user testing. Puna provues. Paga $5 deri në $50. Easy para kanë. Mund të bëjmë lek me këtë aplikacion duke testuar gjëra. Next. Do email, okay, login. Map çik emailin. Ose prit. Se frate kanë të tepërt. Një sekond. Emri plot si çfarë emri ti vëm? Lagur Krasniqi. Lagur Krasniqi. dhe na duhet një setup PayPal payments. Finish your account. Po këtë bëjmë dot update. Next. 9 Si e vure gender? binary. Oh. Që nga kështu, që nga agenti dy fisht. Jo. Okej, ç'është kjo? Video. Mirë se erdhët. Start testing. Ju lutem, start testing. Now, you're going to take a short practice test to learn about our recorder. It will also familiarize you with the tasks you might be asked to complete when you join the panel. Tash mos ishte suze, jo. There are a few things to keep in mind. Po, çfarë mundesh? Minimize Është video. background noise as much as possible. Find a Si quiet bën dot place. skip pra? Speak. Oh, Excited for you to get started. Po bëj pisaut për një Ku moment ka? se konvertas. ku ka use the plus or minus button? Ku? S'ka, nuk ka. Okej, na duhet të lexojmë këto fjalit këtu, se po na bëjnë screen record. Dhe po, isha duke lexuar vërtet. E po, kjo po që ishte e vështirë. Imagjino duaj aq shumë kohë vetëm për të regjistruar aty, se ky aplikacion më thënë të përgjonte, nuk e di, unë e fshiva, do nuk doja të përgjonte, po ky aplikacion të përgjonte kur ti testoje faqet ose surveys ose kështu, nuk e kapa dot me video se po më bënte screen record, biles më fikshin në makinë screen recordin në telefon, dhe për të ata mbaja telefonin kështu dhe të bëja, se nuk bëja ashtu. Puna është që ishte shumë e vështirë, shumë serioz si aplikacion. Kartë identiteti, PayPal, emaili konfirmuar, street code, social security number. Unë thjesht testova një faqe që ishte një website që më tregoi atje dhe thjesht duhet ta testoja, kishte në anglisht, kishte në diçka, kishte glitch te contact us. Ke parasysh ku është ajo contact us nëpër faqe që nuk e përdor njeri, ajo faqe nuk hapi. Nuk e di nëse
Nuk e di nëse ky developeri, ky ndërtuesi i faqes se kishte bërë kastile atë se njerëzit normal që nuk futen te kontaktas. Testova dhe një survey, ishte një survey 2 minuta. Nuk ishte shumë survey, kishte na 5-6, të bën lek, do ke kohë të lirë në fundjavë, bëje, pse jo, merr ca lek ekstra. 3 nga 5 yje. E keni menduar ndonjëherë për ato fotot që bëni në pushime ose kur jeni në një vend të huaj, në një vend të ri, fotot që ju bëni. E keni menduar ndonjëherë ato fotot që bëni si turista, ti shisni ndonjëherë? E po ky side hustle mund t'ju ndihmoj. Është Google Maps Local quhet Local Guide on Google Maps. Aplikacioni Local Guide. Puna fotograf. Paga për këtë ofron nga Google. Domethënë ju mund të jeni fotot tuaja këtu se ka njerëz. Ju mund të jeni fotot tuaja në Google, domethënë duke updateuar zonën tuaj. Nga fotot e reja që i bëni submit në Google mund të bëni disa lek. Unë fota u regjistrova tek aplikacioni, nuk e dija që isha në një guide. Do ta testojmë tani se çfarë zone mund t'i bëjmë update këtu tek zona Lungomars në Vlorë dhe të shkojmë sa lek mund të marrim, nëse na bën approve. Bravo. Shohim tani çik si është. Ulemi çik këtu një sekond. Shohim tani një sekond si është mapi këtu. Ku është Google Maps? Vetëm në ashtu. U futa në det. Okej, po skanoj gjithë zonën këtu më mirë me foto. Okej. Do i kap këtu. I make sure that I'm smiling. You can take a picture. You can take a picture. Ta bëj grupi me gjap, patate me ketchup. Besoj kaq foto mjaftojnë që t'ja dërgojmë Google. Do bëjmë edhe ca foto të tjera më poshtë se në këmbë do ikim se nuk kemi makinë. Tani nuk e di nëse ishin fotot e mia që më bërën reject nga Google, po a tregoj këtu. Pra, aja vlen Google Local Guide. Jo. Nuk ja vlen sepse nuk bën lek. Mendoja se bie lek, po faktikisht nuk bën lek aty. Thjesht mund të marrësh disa gjëra shtesë që t'i jep Google si rewards. Për të përfituar lek për vete, 0. Nëse doni që fotot tuaja të shfaqen në Google dhe thjesht të shisni port me shoqërinë tuaj, fotot e mia janë në Google, ti nuk ke foto në Google, unë kam foto në Google, jam më lart se ty. Për ndryshe nëse mendoni që do bëni lek nga kjo, harrojeni, është 0. 0. Harroje. 2 star. Happy Surveys. Kështu quhet aplikacioni që do të provojmë tani. Aplikacioni Happy Surveys. Puna, plotëso disa formular. Paga varion. Dhe pa unë bërkolla që këm se çfarë na pret në Happy Surveys. Futemi, 30 kredite, kemi 20 kredite për daily check-in. Është fiksja dolare që merr daily reward sa herë që futesh. I marrim 20 kredite falat, kështu që kemi 50 kredite tani besoj. Pas kemi 50 kredite tani. Mund të marr minimumi, kemi 50 kredite, na duhen 12.000 kredite. Mund t'i tërheqim me Payer, Bitcoin ose Wallet. Wallet? Praktikisht nuk më pëlqen sepse duket pak skemi me Bitcoin. Mund të japësh lekët me PayPal, por që do të shikojmë se sa mund të zgjasin një survey dhe nëse a vërtet mund të na japin aq pikë sa thon. Se janë ca website që thonë do të japim 12 pikë, por pastaj ti merr vetëm 5. 12.000 me 5 është pak çuditshëm. Do të provojmë 2-3 surveys të paktën kapim 200 pikë, diçka e tillë, e di që zoti bëj 12.000 pikë, po le të shkojmë se sa zgjat. Dhe nëse ja vlen ta përdorësh këtë si aplikacion. Kështu që le të shkojmë dhe të japim ca data për veten tonë, edhe pastaj këta ti shesin edhe të bëjnë lek se ne ndorim kod. Mbas shumë orësh arritëm të bëjmë kaq pikë. E di, janë shumë pak, po brenda gjysmë ore arrita të plotësoj 2 surveys, se cilat ishin me personal data, nga që mos bëra informacionet e mia se s'jam pupi. Futemi tek pjesa reviews. Unë i jap 1 star. Të them drejtën, pjesa survey nuk ja vlen fare në Shqipëri sepse
Jo njerë që informacionet e tua viven kështu falas, qyll, nuk e nevojë fare ti thjesht viven. Kurse për jashtë shtetit nuk e di, nuk kam provuar në një service jashtë shtetit, po që di të them që në Amerikë është një aplikacion që quhet Swagbucks, i cili është pothuajse i njëjti në surveys si punë e këtij edhe të paguan normal, paguash për 8 orë, më duket kishte bërë njëri, nuk e di, do ta lë këtu në ekran, për 8 orë kishte bërë më pak se minimum wage ose pak a shumë si minimum wage, por ditën që aplikacioni tjetër mund t'ja vlej kohën tuaj, sepse nëse investoni kohë mund të bëni dhe shumë lek. Dhe mënyra e fundit, por më e mira nga këto të gjitha është truri juaj. Kështu që përdoreni, e di nuk tingëllon aq bukur, aq seksi sa doni ju të tingëlloj, po kjo është e vërteta. Kështu që përdoreni, mund të bëni lek kudo, jashtë shtëpisë, në zyrë dhe në krevatin tuaj, pa lëvizur fare. Dhe mos e li akoma punën, është akoma shpejt. Shpresoj të ketë pëlqyer kjo video, nëse ju pëlqeu, mos harroni të bëni subscribe dhe do të shihemi javës tjetër me video në re.